Rikthehen atentatet në Shkodër, kësaj radhe me tritol, një sasi lënde shpërthyese ka të rënditur banorët e lagjes Ndocmazi, ka qenë ora 11:35 minuta e paraditës, kur shtetasi Enea Busukja ka hipur në automjetin e tij, I cili pas pak sekondash ka shpërthyer, duke e lënë 38 vjeçarin të plagosur rënd. Menjëherë është bërë transportimi për në spitalin rajonal të Shkodrës, ndërsa policia dhe hetuesit kanë mbledhur prova në vendngjarje. Pak minuta më pas, në sallën operative të policisë Shkodër, është sinjalizuar se një automjet po digjej në lagjen Dragoç. Pas mbërritjes së policisë, automjeti është djegur plotësisht, ndërkohë që ka dyshime se I përket autorëve të vendosjes së tritolit në automjetin e punës së shtetasit Enea Busukja. Ky I fundit të rezultoni punësuar për drejtorisë së tatimeve në Shkodër si inspektor. Hetimet janë shtrirë në disa pista, ndërsa kryesorja mbetet pozicioni I punës së 38 vjeçarit. Nga verifikimet e policisë, Enea Busukja nuk rezulton person me precedent penal.